shtetit tua. Këta eskavatoristë e kryen turrin e tyre. Me ndërgjegje të qetë, ata kthehen të pushojnë. Ja dhe Xhaelmazi po niset për në shtëpi. Por marinarët e dragës e kanë shtëpinë këtu, sepse draga punon pa ndërprerje. Dhe s'ka më mirë, se sa kur dashuron një shtërin që ke. Kjo të bën ta ndjesh veten të kënaqur edhe këtu, që gjen se si ta kalosh kohën e lirë. Një ditë e re po fillon. Xhaelmazi përsëri për të shkuar në punë, por sot ai ka edhe festë. E sa mirë kur të përcjellin njerëz të dashur, kur të shoqëron buzëqeshja e një fëmije si kjo. Ja gëzimi i Xhaelmaz, gëzimi i punëtorëve dhe i popullit, përfundoi një nga emisarët kryesor të Myzeqes. Vërsho, o ujë, udhën tënde se ndalma asgjë. Bushe, o ujë, rrugën e re, devi të pret. Pas Bashkimit Sovjetik dhe Kinës në krahasim me popullsinë, Shqipëria është një nga vendet kryesore në botë për zhvillimin e madh të bonifikimit. Në Tërbuk filloi emisari kryesor që shpije ujit në det. Në Myzeqe, kënetët e Tërbukit dhe Mbrostarit thahen krejtësisht, ndërsa në atë të Panës, Murizit, krijohet një rezervuar i madh që do të mbajë rreth 70 milion metra kub ujë. Një dik 3 kilometra e gjysmë e gjatë, me 10 metra lartësi, do të vadit gjithë tokat e Myzeqes. Ati ku ishte kënet, u ngritën sektor të prodhimit të fermës dhe banesa. Lundra të kujton të kaluarën, kur këtu dërgje i ujtë e pisë të kënetës dhe ajo voziste. Tani që kulmakët përmbysen nga plugjet e traktorëve që i vinë thellë tokës së shtiruar, kjo duket si një prallë. Myzeqia ka ndryshuar. Teknika bujqësore po luan rolin vendimtar për transformimin e Myzeqes në një zonë të begatshme. Me orientimin e partisë dhe qeverisë, këtu përshtohet me sukses drejtoria. Me qindra makina bujqësore punojnë në tokat e reja. Në artën gjeografike të Zeoton, shtohen qendra të reja banimi, sektor të fermave.
vendos dhe Instituti i Kërkimeve të Bujqësore. Puna e tij në përhapjen e agroteknikës e ndihmon shumë fshatërsinë punojëse. Tani këtu rritet plot boqe pambuku. Në fushët e pafund rritet misri sa një gojë njeriu. Nga kjo tokë fillore, tani mund të merren 2 prodhime në vit. Ja dhe vrishtet e reja që zbukurojnë këto kodra. Në kopshtin e plakut 90 vjeçar Rushit Alla, po lulëzojnë dhe portokallet. Ato japin prodhime të mira. Gjarushiti në të kaluarën ka vojtur shumë, sepse nuk në nështroj belerve, dhe në çdo fshat që shkonte ndërtonte nga një kasolle si kjo. Por sot, ai jeton këtu në shtëpinë e re, Ky është konaku për miqt. Shtëpi të reja, fshatra të reja. O Gjaku, një e kaluar të, Beu ua kishte hequr të drejtën buqëve të Keno Gjak, se vetëm ai ishte prej O Gjaku. Kurse buqërit, ja, kështu jetonin. Të lumë të dora o mjeshtër, stolise O Gjakun i ri. Se sa për të vjetrit, ata u bën tymë. Në fshatin Këmishtej në 2 vjetet e fundit janë ndërtuar të reja 80% të shtëpive. Në hym në njërën nga këto shtëpi. Njeriu gëzohet kur sheh se sa ka ndryshuar jeta e mysëqarëve. Ja dhe fotografia e të zotit shtëpisë. Ky është komunisti Llambri Qori, përgjegjës i fermës së Blegtorisë. Ijati Lames Gjavasili e ka mësuar djalin të jetë kujdesshëm për këtë pasuri të madhe kolektive. Fshati Bubullim, edhe këtu janë përndryshime të mëdha në jetën e njerëzve. Bubullimasit në burën që nga fshati tyre kanë dalë 76 arsimtarë. Ja dhe ishin nxënësit e kësaj shkolle që tani janë mësues në shkollat e Shqipërisë së Re. Shki Gjavasil, ja ku po vinë. Dhe sipas zakonit, në këtë kohë të gjithë dalin në fushatën e të korrave.